Dita të gjithëve, kushton shumë më shumë se Floriri, vlen $3 milion, e dëgjuat mirë. Jo kjo këtu, por është një pemë e cila kushton sa 10 shtëpi në Shqipëri, ose ndoshta edhe më shumë. Është pema që e përdornin perandorët. Madje ishte ndaluar me ligj që ti mund ta përdorje. Dhe tani po ju tregoj pemën më të kushtueshme në botë që shkëlqen si Floriri. Është tamam si Floriri dhe kushton shumë shumë se sa Floriri. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht si gjithmonë nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashk. Jam si gjithmonë në natyrë, ditë diel sot dhe doja të bëja 2 hapa, por mu kujtua pema më e kushtueshme në botë. Kush nga ju e njeh? E keni dëgjuar ndonjëherë? Tani do t'ja u tregoj. Quhet Golden Nanmu. Golden Nanmu rritet vetëm në Kinë, në një periferi të Kinës, në jug të Kinës, janë disa zona të Kinës, por do t'ju them dhe disa sekrete që ndoshta dikush prej jush që bën mobilje mund t'i interesoj shumë ky argument. Madje edhe ju që kërkoni të bëheni biznesmen, do t'ju them disa sekrete. Atëherë duhet të dini që Nanmu, kjo pemë është një pemë që i përket të njëjtës pemë të asaj të si të quhet alloro, të dafinës. Okej, por nuk është si dafina, nuk diskutohet, është ndryshe, por është pema më rezistente në botë. Merreni mend që dikur e përdorin perandorët dhe perandorët e përdorin jo vetëm për mobilje, por me këtë lloj druri bënin edhe arkivolët e tyre, tavolina, çdo gjë. Dhe duhet të dini që nuk e kuptonin njerëzit që si është e mundur që pas 1000 viteve nuk prisheshin, pas një trajtim, nuk prisheshin këto mobilje. Dhe askush nuk e kupton dhe me kalimin e kohës u kuptua që është rezina, ajo që mban më të fortë si pemë. Por duhet të dini që kjo pemë nuk mund të rritet pa disa kushte. Për shembull, kushti i parë është që të ketë lagështi. Si për shembull sot, që bie shi. Për më tepër duhet të ketë edhe mjegull. Po, sepse mjegulla ndihmon. Njëkohësisht duhet të ketë edhe ngrohtësi, pra duhet të jetë ngrohtë. Në vendet e ftohta, për shembull, kjo pemë nuk rritet. Por duhet të dini që mund ta blini dhe ta rrisni, sepse këtë doja t'ju thoshja. Ndonse disa pretendojnë që kjo pemë nuk mundet që ta rrisësh, pra ndonse kinezët thonë që nuk mund ta rrisësh, unë them se po, sepse i përket fisit lauraçe, pra të dafinës, dhe mjaftojnë disa trajtime të rëndësishme që mund të bëhen edhe në një vend për shembull si Shqipëria. Jo në Kosovë sepse është pak më ftohtë, por në një vend të ngrohtë, për shembull të zonës së Shqipërisë, mund edhe të rritet kjo si pemë. Tani duhet të dini që kjo pemë quhet Immortal Golden ose Immortal Golden Nanmu, sepse është një pemë pra që i reziston kohës dhe me për shembull vitet e fundit është vënë re, sepse tashmë përdoret në masë të gjerë, jo tek të gjithë, sepse si ju thash kushton 3 milion euro për metër kub. 3 milion euro për metër kub, që është shumë, me një fjalë se sa edhe Floriri, por ka diçka që kjo pemë, si që thash, mund të rezistojë vetëm kohrave, po është edhe e bukur si pemë, sepse i ngjan Floririt, shkëlqen. Për më tepër, ka një aromë vërtet të këndshme. Unë e kam parë vetëm tek një shoku im, nuk e kam këtë në shtëpi, por e kam parë tek një shoku im që ai rregullon mobilje dhe ka një tavolinë të vogël si kjo, që e përdor vetëm për të ngrënë diçka përpara aty ku hulet në divan. Por ka një aromë fantastike dhe ndjen një energji vërtet shumë të këndshme kur je afër saj. Jo se ndoshta edhe pse e di që kjo kushton shumë. Merreni mend, një tavolinë e tillë që ai ka, ai e ka bler këtu në Itali, pra bleu tavolinën e vjetër, ja kishin në një familje të vjetër, në një familje që ishin pleq të moshuar, dhe e bleu me një çmim të ulët, por një tavolinë e tillë, nëse do ta shisje sot me fjalë, me që se kjo është e viteve 910, merreni mend, është shumë e vogël, është rreth 60 cm e gjerë dhe 35-40 cm e lartë. Dhe një tavolinë e tillë, siç ju thash, mund të kushtoj përafërsisht aty tek 50.000
rreth 40.000 ose 50.000 euro. E dëgjuat mirë. Merreni me mend tani, nëse ju mund të rrisni këto pemë në Shqipëri. Duhet të dini, si ju thash, që ka një trajtim të caktuar. Një pemë, merreni në mend farat e kësaj për shembull, të kësaj peme, pra të Golden Nanmu, kushtojnë rreth 40 deri në $50. Pra një qese e vogël me farat e kësaj peme. Kurse një pemë e vogël, pra pema e vogël që si këto fidanët që shiten, varet se sa është, rreth 30 cm për shembull, mund të kushtoj përafërsisht rreth $200 ose $250. Tani Golden Nanmu mund të rritet deri në 15, maksimumi 20 metra e lartë. Por ajo që është më e çuditshmja që jeton deri në 800 vjet. Pra është një pemë shumë rezistuese. Dhe në vendi Guizhou, ose siç kanë, që janë dy zonat më të rëndësishme që kanë këtë lloj peme, janë shumë pak. Merreni me mend që këto janë zonat që kanë më shumë, merreni me mend që vetëm njëra prej tyre, ky vendi që quhet Guizhou ka rreth 10.000 cop prej tyre, pra 10.000 pemë, që nuk është shumë, dhe ndaj dhe është dhe ky shkaku që kushton akoma më shumë sepse është e rrallë, është diçka e rrallë. Shiko, para disa viteve, mbaj mend, më duket në vitin 2003 janë shitur disa mobilje të antike, të viteve 700-800 mos gaboj, që ishin të bëra me Golden Nanmu. Dhe Golden Nanmu, duhet të dini që vërtet ndriçon sikur të jetë flori, pa trajtim, e përsëris edhe një, nuk është trajtuar brenda ky druri që t'i rezistoj kohës. Absolutisht jo, e thjesht, vetëm në sipërfaqe, kaq. Dhe po thosha, të gjitha këto mobiljet që u shitën, sepse u shitën, i kishte marrë një grosist i madh, dhe e lexova rastësisht këtë, të gjitha kushtonin rreth $1 miliard. $1 miliard kushtuan që të gjitha bashkë. Merreni me mend tani se sa mund të kushtoj një pemë e tillë, ose më mirë një trajtim i një pemë të tillë, nëse ka vite, nëse jeton prej vitesh. Pra është shumë e çuditshme se si merreni me mend, ne çdo gjë kemi këtu në natyrë. Na duket sikur kemi shumë etje për flori apo për sende të tjera që na duken sikur janë sende të rëndësishme, por duhet të dini që çdo gjë e kemi këtu në planet, çdo gjë ne mund ta gjejmë këtu. Edhe gjën më të vogël, bile do t'ju them, ka disa gur që ne mund të na duken gur të thjesht, por që kushtojnë shumë. Pra ne çdo gjë mjaft që të lexosh dhe ti kërkosh, ka disa vende për shembull ose disa që i përpunojnë, jo vetëm gurët, por edhe sende të tjera që gjenden këtu në këtë planet. Ne, si thash, jemi të përqendruar tek floriri apo tek gjëra tjera, tek paraja, por pa e ditur që gjenden këtu rreth nesh çdo gjë që na nevojitet. Ja u tregova këtë të Golden Nanmu sepse, si që thash, ka disa që edhe bëjnë mobilje, dhe ndoshta mobilje të tilla mund t'i nevojiten, që përveç se t'i ketë si relike, por ndoshta mund t'i shesi edhe me shifra më të mëdha. Kështu që ja u tregova Golden Nanmu, mbajeni mend, kjo pemë, dhe që kushton për metër kub 3 milion euro. Unë ja u thash tani pres komentet tuaja, sot është ditë feste, sepse është 8 marsi, i uroj nënave, motrave, grave, kudo në botë gëzuar 8 marsin, dhe do dëshira edhe një komentin tuaj, kushdo që gjendet në këtë faqe, në këtë shtëpis të vogël, duke shpërndar këto informacione dhe këto urime, pa dyshim ndihemi më mirë. Kështu që nuk ju kushton asgjë. Ju përshëndes, kalofshi një të diel të këndshme, gëzuar nënave, i thoni një fjalë të mirë, sepse nënave, motrave, kushurirave, mjaft që tjetë një i gjinis femërore, po u them ju meshkujve, sepse mjafton një gjest i vogël dhe mund ndryshojë jo vetëm jetën e atyre, por edhe jetën tonë. Ju përshëndes, ju përqafoj dhe kalofshi një ditë mbar.